Deklarata e kryeministrit se çështja e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe është problem i trashëguar, është një përpjekje për të shmangur përgjegjësinë për mosbatimin e një të drejtet që buron drejt për drejt nga kushtetuta dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, reagojnë nga BDI-a. Sipas tyre, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky nuk është interpretim politik, por realitet kushtetues dhe ligjor që duhet të respektohet nga çdo institucion shtetëror. Përpjekjet për ta paraqitur këtë ligj si problem apo për të transferuar përgjegjësinë tek të tjerët nuk i shërbejnë as të vërtetës e as stabilitetit institucional të vendit. Studentët shqiptar nuk po kërkojnë privilegje, ata kërkojnë vetëm zbatimin e kushtetutës dhe të ligjeve në fuqi. Qeveria ka obligim të zbatojë ligjin, jo ta relativizojë atë përmes arsyetimeve politike. Grupi studentëve shqiptar nga fakultetet juridike në vend e kanë gati një propozim rezolut për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në provimin e jurisprudencës, duke kërkuar që ky provim profesional të mundsohet edhe në gjuhën shqipe. Rezoluta do t'i dorëzohet kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Ndryshe, studentët shqiptar të juridikut në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar protesta në rast se nuk mundsohet që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Kjo nismë i ka unifikuar parlamentet studentore nga 3 universitete shqiptare në Maqedoninë e Veriut.